Thush, le të them një lloj porosi urrëtie e policisë së shtetit si rrallë herë, më kujton kohët e ish ministrit Lleshi, se lënda e parë mbetje e tij ishte. Rama i depresuar, i nervozuar dhe si thush i izoluar në këtë periudhë më të keqen të mundshme, e cila do të bëhet më keq, nuk do bëhet më mirë, kërkon të prodhojë ngjarje. Kërkojnë të prodhojnë ngjarje dhe gëzdarët janë le të themi targeti më i përshtatshëm për të prodhuar lajme edhe jashtë vendit dhe brenda vendit. Duhet të thosh falenderuar keq kuptimin e tyre dhe gabimet që ata mund të kishin bërë dhe ngjarje më të rënda. Me fatalitet, duke parë mënyrën e sjelljes, agresivitetin, dhunën e ushtruar, pra verbëria e tyre s'kishte të bënte me protestën. I duhej Ramës një ngjarje, i duhej diçka ekstra që ai ta shiste si përgjegjësi të opozitës dhe vetë të dilte shenjtë mbrojtës. Sepse është një domen që Edi Rama jo vetëm e zotron mirë, po e përdor dhe ripërdor dhe risjell vazhdimisht. Madje, po të shikojë reagimet edhe një ditë më pas, të kthenin sigurisht në reminiscenca të kohëve të shkura që nuk kanë lidhje fare me situatën aktuale. Selina, njëri që ka kartelën mjekësore që nga viti 84, pavarësisht arkivave të Shqipërisë, le të shkojnë atje se ka qenë dikur një vizitor në vitin 84-44, spital numër 5, dhe kartelat e përcjellën, le të themi në seanca gjyqësore, por këtu është një shiko, ka një shtet midis njeriut dhe qytetarit ka një shtet të tërë, përfshi edhe policinë e shtetit. Domethënë, këto janë mirë që më pyet, cilën polici? Këtë që më pyetë nga përgjigjja e Byros Kombëtare të Hetimeve apo strukturës së posaçme që ne nuk ja kemi sekuestruar telefonin Ilir Prodës. Çka keni sekuestruar? Sigurisht që kanë sekuestruar. Ata nuk do të dalin tulorinse. Nëse thonë sot e kemi sekuestruar, do të arrestojnë Prodën. Patjetër. Nuk shumë edhe. Dhe pyetja është, unë sfidoj Prodën të nxjerrë certifikatën e sigurisë. Ka certifikat sigurie? Drejtori i policisë. Drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit. Unë them nuk ka certifikat sigurie. Ta pyesim, ka certifikat sigurie? Nëse po le ta publikoj. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk ka. Policisë së shtetit, ka certifikat sigurie? Nëse po, le ta publikoj. Mendoj se nuk do përgjigjet dhe nuk do ketë një dokument për të publikuar. Paktën zyrtar. Nëse është dokument nga Gysi, nga zyra e Gysit, është histori tjetër. Tani ne vim nga ky obor. Usueli, Gysi, krejt horrët dhe banditët urdhërojnë drejtorin e policisë për hatër të veprorit të tyre ortaku të bandave, dhe ne presim që ai të sillet si oficer policie. Ne presim që ai të ruajë mbarvajtjen, të mos ushtrojë dhunë. Puna e parë që 11 polic thoshte kryeministri Edi Rama janë të dëmtuar. Dhe atë ditë, e di kush është shqetësimi më i madh, sepse kjo nuk është një protestë ku po përballen dy etni, po përballen dy besime të ndryshme, po përballen, nuk e di, qëndrime ekstremiste. Një njeri inkriminuar me popullin e tij. Një njeri që do të jetë i pandehur, nuk e shpëton askush, as vizita në Izrael, as në Han, as në Mars, as në Neptun, në gjithë planetat më radh nuk e shpëton askush marrën pandehur këtë individi, sepse nëse viziton këto kryeqytete të botës, nuk do të thotë se nuk e i korruptuar, nuk do të thotë se nuk e i lidhur me krimin, nuk do të thotë se ti s'u ke dhënë leje banditëve, leje strategjike për të pastruar miliarda euro. Nuk do të thotë se të samitin e kokainës në Aruba nuk ke dieni që ke çuar ministrat tu. Nuk do të thotë se aty ke vendosur për leje, ke fut hartën e Shqipërisë dhe investimet të mëvonshme që po diskutojmë ne sot, ku hyn edhe ngjarja e kadastrës së Florës, e di pse largon drejtorin nga Flora, sepse u kërkojnë të firmosin detin. Po, pronar detin. Zhvendosja në fakt me çdi është vendosur më herët, që përpara një muaji mos gaboj është marrë si vendim etj etj. Shkarkimi vjen nga që nuk bëjnë korrupsion, nga që bëjnë korrupsion. Pra duan të sillin në Tiranë për këtë arsye. Pra ti thua nuk pranon njëri. Merhum atje apo një budalla që pranon shkojnë në burg për sa qindarka. Atyre po kërkojt edhe 55 punojësve të tjerë po kërkojt vinë Tiranë. Për ndryshe do vetëm pa punë. Kryeministri, që është ndërtesë në det? Ku të ka dhënë lejen? Në histori të lidhur mes Alzanin, mes Vërnecin, me Vlorën, me detin, me investime të mëdha. Do qëndroj pak këtu tek raporti me policinë, sepse Alba duhet jetë punë e jotja kjo, si gazetare, ma ka vendosur Elkieri, një emigrant që kërkon